Jam në një nga pikat më interesante të rrethinave të Tiranës, por ju them me siguri që është një prej pikave më të bukura edhe të Shqipërisë. Është kulla e kalas së Prezës, 360 gradë, që mund të shohësh pothuajse të gjithë zonën e Shqipërisë mesme rreth e rrotullt. Ka një legjendë e cila thotë, legjendë, nuk është legjendë se unë mund ta vërtetoj këtu, e cila thotë që nga kulla e kalas Prezës mund të shohësh 7 qytete. Erdha ta bëj provë vetë, më pas do ju tregoj dhe kalan që është spektakolare. Nuk di të thuash kush është pamja më e bukur. Këtu përballë është qyteti i Tiranës, i cili duket nga kalaja e Prezës sikur ta kesh në plumb të dorës. Nëse rrotullohesh në këtë drejtim, ke kalan e Krujës, e cila është e vendosur në mal dhe bëhet qyteti i dytë që shifet. Nën këmbët e Krujës është Fushkruja, qyteti i tretë që shihet nga maja nga po e quaj kulla një nga kullat e kalas Prezës. Vazhdoj me Laçin që ndodhet në këtë drejtim dhe përtej Laçit pak më tutje është Lezhë që duket edhe kalaja e Lezhës mbi të. Më pas vazhdon Patoku, pra bashkë me Laçin dhe Lezhën u bën 5 qytete, vazhdon më pas Patoku, lagunat e Lezhës dhe ecën tutje për shkuar në pjesën e malit Zit Adriatikut. Nëse kthehemi në këtë drejtim, kemi qytetin e Vorës, që është ky që ndodhet menjëherë mbas liçenit, ndërsa nëse hec akoma më tutje në horizont duket kushtri e deti, duket Durrësi. Pra, po t'i numrojmë: Tirana, Kruja, Fushkruja, Laçi, Lezhë, Durrësi dhe Vora. 7 qytete që shihen nga kjo zonë. Nga zona e këtushme e kalas së Prezës ti mund të dallosh aeroportin e Rrinasit, i cili është i shtrirë aty dhe avionët që po lëvizin, të gjithë Tiranën, malin e Dajtit, malin e Krujës, malin e Skënderbeut, si dhe për mua pamja, dhe malin e Tomorrit në këtë drejtim, që ka pamje shumë bukur, po për mua kodrat më të bukura janë këto që shkojnë drejt kodrave të Mancës në këtë drejtim. Kalaja ka sahatin e saj, shiheni murin rrethus dhe sahatin, i cili është ngritur rreth 200 vjet më parë, datat pra rreth viteve 1830, është pajisur nga Osmanët, sahati vetë është hequr, tërmeti e dëmtoi, po është rirestauruar, ndërkohë që po eci tani për t'ju treguar kalan. Aty këtu ka shtëpi ose lokale të reja që janë ndërtuar në kala, shtëpitë e vjetra, në fakt një pjesë janë shtëpi shumë të vjetra, po bashkë me to janë ndërtuar dhe shtëpi të reja, shiheni siç është kjo këtej, të cilat janë brenda kalas dhe kanë një pamje të mrekullueshme, ndërkohë që po eci për t'ju treguar strukturën e kalas. Ky është muri rrethus, pra jemi prapë në zonën e murit rrethus të kalas. Kjo është pjesa nga mund të shkohet në zonën e sahatit. Tani po eci për ta treguar pak më të bukur. Ky është një prej lokaleve ku vazhdimisht vinë vizitorë, sidomos të huaj. Vizitorët janë ditor. Kjo është pjesa e verandës dhe restorantit, por ky është muri i kalas. Është shumë i bukur, thash, muri që të çon për tek zona e sahatit, po eci në këtë pjesë. Muri është më shumë se 1 metër i gjerë. Është shumë e vështirë të flasësh për historinë e kalas, mendohet që është ngritur në shekullin e 13, pra rreth vitit 1200, po formën aktuale, formën e sotme e ka marrë në kohën e Karl Topis, një sundimtari të principatës së Durrësit në atë kohë, i cili ndërtoi kalan. Sahati është ndërtuar në periudhën osmane dhe xhamia është ndërtuar në periudhën osmane. Të dyja bashkë janë ndërtime shumë të rëndësishme, po i quaj të kalas, janë ndër pjesët kryesore, ka një verandë poshtë që ka një pamje shumë të bukur të gjithë kalas. Tani mendohet që sahati ka pasur dhe një këmban, rënja e cilës kumbonte deri në Tiranë dhe në Krujë, sidomos në qetësinë e asaj kohe mund shkonte deri në Kruaj, por këmbanat në vitin 1916-17 u morën nga austro-hungarezët për të dërguar në Vjenë dhe pretendohet që është një nga muzeet e Vjenës. Tu tregohet dhe ndërhyrje restauruese mbas shkatërimit që ka pasur. Kjo është dera që ngjithesh. Sahati vetë nuk ekziston më. Këmbana pretendohet nga banorët që ka qenë e larë me arë. Ja dhe shkallët që ngjithesh në brendësitë të sahatit, i cili është restauruar, pra rreth 200 vjeçar, ndërkohë që përballë është pjesa e xhamisë. Xhamia po ashtu
ka një pjesë të restauruar, do të thënë, minarja është ndërtuar më pas, sepse në vitin 1967 u shëmb, është 200 vjeçare, është ende funksionale. Shiheni tani pamjen për të ardhur në këtë drejtim, që shkon në drejtim të verandës këtushme. Shif çfarë pamje që ka për të ardhur rrotull Sahatit, pothuajse e gjithë qendra e Tiranës në plumb të dorës. Shiheni. E gjithë Tirana, ndërkohë që kalaja, çfarë pamje spektakolare që ka. Tash është 360 gradë në atë drejtim, edhe është një nga zonat e gjelbra që kanë mbetur, ku ullint janë akoma prezent, ndërkohë në këtë drejtim shihni pjesën tjetër të kalas me 2 kulla, me kullën në atë drejtim dhe kullën në drejtimin tjetër këtej. Në historinë e Shqipërisë, kalaja e Prezës funksionon dhe fillimisht si kala lajmtare për kalane Krujës dhe të Petrelës. Petrela duket lirshëm këtej, Kruja duket lirshëm dhe kalaja e Ishmit, por ka dhe një histori shumë interesante. Në tetor të vitit 1944, qeveria e Tiranës dhe forcat nacionaliste që u bashkuan bashkë, ato të Mithat Frashë, ato të Abaz Kupit, duke përfshirë Abaz Ermenjin dhe personazhe të tjerë, u mblodhën kalane Prezës me tentativën për të ndaluar marshimin e forcave komuniste drejt Tiranës. Në fakt ishte e pamundur, sepse forcat komuniste ishin në përmasa shumë të mëdha, në një fuqi ushtarake shumë më e madhe, kështu që mbas një qëndrimi të shkurtër në kalane Prezës, forcat nacionaliste çanë në drejtim të Fush Kuqes dhe u nisën për Shkodër, prej ku nga Malizi u larguan. Midis tyre Mithat Frashëri, Faik Quku dhe personazhe tjerë të rëndësishëm, Abaz Kupi dhe personazhe tjerë të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë. Tash kalaja ka dy kulla, kjo këtu dallohet më kollaj, ka hyrjen që vjen në këtë drejtim, ndërsa kjo është xhamia. Xhamia është 200 vjeçare, po shkoj deri te pjesa e daljes për ta treguar se është pjesë interesante. Kjo është hyrja qendrore e kalas, pra hyrja që vjen nga fshati, është rreth 3 kilometra e gjatë kodra e Prezës, 277 metra e lartë, shiheni vijin e ujit. Kjo është para hyrja, pra xhamia është ndërtuar mbi këtë vij kalimi dhe kjo është dera e kalas. Kjo është dera e kalas, tu mund të shohësh shumë bukur edhe muret rrethuese. Shive muret rrethus me kullën kryesore, ndërsa kjo është një shtëpi e vjetër që më thonë që ka qenë dikur lokal në kohën e mbretit Zog dhe në kohën e Italisë dhe më pas ka shërbyer si shkollë fillore. Nuk e di ç'bëhet me të, po pozicioni shumë i bukur dhe shtëpia ende ruan rifinitura të rralla për sot. Shiheni se si janë gjithë rifiniturat e përdorura kryesisht në kohën e mbretit Zog dhe të Italisë, dhe pamja e shtëpisë duhet të jetë interesante nëse vjen këtu. Prej këtu drejt për drejt në dritare ti mund të shohësh pjesën e anës perëndimore të kalas. Sot është e shkretuar, por gjithsesi, nëse jeni në afërsitë Tiranës, kalaja e Prezës është një nga destinacionet më të bukura që vlen për të vizituar. Një kala, thuajse, po të ysh që prej fillimeve të saj, thuajse 800 vjeçare, po të paktën 600 vjeçare e vërtetuar në këtë formë që ka sot. Me një pamje të mrekullueshme nga Tirana andej, po me një pamje po aq fantastike nga kodrat e Manzës në atë drejtim.